إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله në falënderoj për ti, falë dhe ndim kërkoj. Dashmoj se nuk i takon adhurim mes kujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. S'ka dyshim se zemra e njeriu të do atë që sillet mirë me të. Kjo është natyra e tij dhe kështu Allah subhanahu wa taala e krijoi atë. Ta duaj atë që është i butë, i sjellshëm, i mirë me të. Njeriu e shef që e do të devotshmin, e do punë mirin, e do atë që sillet mirë me të dhe që ka moral të mirë. Dashuria ndaj gruas edhe dashuria ndaj fëmijës është një dashuri e bukur, e mrekullueshme. Po dhe më e mirë është dashuria që e ndjen njeriu ndaj prindërve vet. Duke i respektuar, duke i nderuar dhe po ashtu duke qenë në shërbimin e tyre. Kur fëmia e respekton prindin e tij, e nderon, edhe mundohet që të sakrifikoje në veçanti në pleqërinë e prindërve të tij, e jep kohën e tij, mundin e tij, pasurinë e tij, për prindërit e tij, padyshim që kjo vepër afron te Allahu subhanahu wa taala. A ka dashuri më të madhe se kjo? Po. Ka dashuri. Ajo është dashuria e robit për Allahun subhanahu wa taala. Kur robi e do Zotin e tij, kjo dashuri është mbi gjitha dashuritë. Por ekziston edhe një dashuri tjetër. Kjo dashuri është dashuria më e lartë, dashuria më e madhe, dashuria më madhështore, dashuri që nuk ka dashuri mbi këtë dashuri. Kjo dashuri është dashuria e Allahut për robin e tij. Kur Allahu e do një rob, nuk ka më mirë për robin e tij. Atëherë e ndjen rahatin, e ndjen qetësinë. Atëherë robi ka lumturi. Robi shpreson xhennetin e tij dhe nuk ka gëzim më të madh për robin se sa Allahu ta doje atë. Normalisht ne gjithë pretendojmë që e duam Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po asnjëri prej neve nuk e di se cilin e do Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se kjo çështje nuk është në duart e tona, është çështje që takon veç Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala i caktoi disa shenja, të cilat tregojnë se kur Allahu e do një rob, e cilat janë ato. Njëra prej tyre është që kur Allahu subhanahu wa taala e do robin e tij, Allahu jep mbarësi për iman, për devotshmëri edhe për fe. Kur e shef një person se ka iman dhe ka devotshmëri dhe ka stabilitet në fenë Allahut azza wa jall, kjo është një prej shenjave që Allahu azza wa jall e do robin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që Allahu azza wa jall i dalloi njerëzit për sa i përket moralit të tyre. Të gjithë njerëzit nuk janë njëjtë, dallojnë. Ndonjëri prej tyre është më i lehtë, ndonjëri prej tyre është më i rënd, ndonjëri prej tyre është më i sjellshëm, ndonjëri prej tyre është më i vrasht, më i ashpër, njerëzit dallojnë. Ashtu siç i dalloi edhe në furnizimin e tyre. E sheh, ndonjëri ka pasuri, tjetri është më i varfër e kështu me radhë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu subhanahu wa taala pasurinë atij që do dhe atij që nuk e do. Ndërsa atij që e do, Allahu subhanahu wa taala i jep imanin. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur Allahu e do një rob, i jep imanin atij. Do thotë që kur Allahu subhanahu wa taala do robin e tij, i mundson që ti besojë atij. Qet fetar i ka për fenë Allahut azza wa jall, edhe qet i qëndrueshëm në fenë e Allahut azza wa jall. Kjo është një prej shenjave që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala e do robin e tij. Po ashtu, prej shenjave tjera është që Allahu subhanahu wa taala mundson robit të tij ta ndjekë sunetin e pejgamberit të tij. Suneti i pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam është rruga që pejgamberi Allahut azza wa jall ka hec dhe i ka mësuar sahabët e tij dhe ka urdhëruar që të ndiqet ajo rrugë. Kjo rrugë është garancion për secilin prej neve që ai i cili e ndjek këtë rrugë do të ketë lumturi në dunjë dhe në ahiret. Andaj, të punuarit me sunetin e pejgamberit Allahu xhel. Dashuria që e ndjen ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu ndjekja e sunetit, mësimi i tij e kështu me radhë. Gjitha aludojnë që Allahu xhel e do këtë rob dhe ja ka mundsuar që ta ndjekë, ta duajë dhe ta njohë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa më shumë që njeriu është në rrugën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë Allahu e do atë rob. Allahu xhel tha: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allahu tha thuaj, nëse ju pretendoni që e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, do thotë ndiqni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Atëherë tha, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu juve do t'ju dojë në këtë rast dhe do t'ju falë juve gjunat tuaja. Po ashtu prej shenjave tjera që Allah subhanahu ka treguar se është një prej veprave që tregojnë dhe aludojnë që Allah subhanahu e do robën e tij, është stabiliteti që e ka njeriu në shprehjet dhe në veprimet e tij. Normalisht që njerëzit dallojnë, nuk janë gjithë njerëz, nuk janë gjithë njëjtë. Ka prej tyre të cilët janë të qëndrueshëm në shprehjet e tyre, në veprimet e tyre. Ka prej tyre të cilët janë në të kundërtën e asaj. E normalisht kur e shef një njeri i cili është fetar, i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu, atëherë dije që ky person ka në të mirësi. Kur e shef që i largohet prej haramit, edhe nuk e do haramin, po përkundrazi e do imanin edhe veprën e mirë, atëherë përgëzoje për shkak se mund që të një prej shenjave se Allah subhanahu e do këtë rob. Allah subhanahu tha: "Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." O ju besimtar, tha keni frikë Allahut subhanahu dhe thuani vetëm se fjalën e vërtetë. E kur ta thuani atë dhe ja keni frikën Allahut subhanahu, atëherë Allah do t'ja përmirësojë juve veprat tuaja dhe do t'u falë juve gjunahet. E kush i bindet Allahut dhe pejgamberit e tij vetëm se me të vërtetë ka fituar një fitore shumë të madhe. Në këtë aludon edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hadithi kutsi që Allah subhanahu e përmendi dhe pejgamberi sallallahu e transmeton prej Allahut subhanahu ku tha: "Men adali waliyan faqad adhantu bil harb." Kush marrmicon mua në një veli, vetëm se i kam shpall luftë. Ky hadith është paralajmërues, kërcënues, njëkohësisht inkurajues. Se ka evlijat Allahut subhanahu. Evlijat Allahut subhanahu janë ata që i besojnë Allahut dhe ja kanë frikën atij. Por secili mundet me qenë prej evlijave të Allahut subhanahu. Ne nuk e dim. E nëse ti e prek edhe ngasmon një prej evlijave të Allahut subhanahu, dije që atëre i ke shpall luftë Allahut subhanahu. Prandaj thapem me sasem që Allahu ka thonë: "Men adali waliyan faqad adhantu bil harb." Kush marrmicon mua një veli, unë vetëm se i kam shpall atij luftë dhe thapem me sasem: "Wa ma taqarraba ilay abdi bi shay'in habba ilay mimma iftaratu alayh." Tha nuk ka diçka vepër më të mirë që e afron te Allahu subhanahu robin se sa ajo që unë ja detyrova atij. Do thot Allahu thot që atë detyrim që unë ta detyrova dhe e bëra obligim për ty është vepra më e mirë e cila të afron te unë. Dhe tha Allahu subhanahu nëpërmjet gjuhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibba." Dhe vazhdon robi të më afrohet edhe më tepër me vepra vullnetare derisa ta dua atë. E kur e dua atë, tha atëre unë bëhem dëgjimi i tij me të cilën ai dëgjon, shikimi i tij me të cilën ai sheh, dora e tij me të cilën ai prek, këmba e tij me të cilën ai ec. Nëse ai diçka më kërkon, unë i jap. Nëse ai kërkon mbrojtje prej meje, unë e mbroj atë. E ky person i cili mundohet vazhdimsi të i afrohet Zotit të tij, padyshim që Allahu subhanahu e do këtë rob dhe i shtohet dashuria e Allahut për robën e tij. Po ashtu, prej veprave tjera ose prej shenjave tjera që tregojnë që Allahu subhanahu e do një rob të tij është pranimi i tij në mesin e njerëzve. Allahu subhanahu i jep bereqet dhe njerëzit e duan dhe e përmendin për të mirë dhe ka pranim në mesin e banorëve të tokës. Allahu subhanahu tha: "Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda." Ata që i besojnë Allahut subhanahu dhe që punojnë vepra të mira, Allahu padyshim që në zemrat e tyre do të krijojë dashuri, njerëzit do ta duan atë. Kur njeriu afrohet sa më tepër Zotit të tij dhe këtë ka synim, pikë synimi i tij kryesor është dashuria e Allahut, atëherë njerëzit e duan atë. Dhe njerëzit zemra e tyre i çon që ta duan pavarësisht ata a duan apo nuk duan. Kjo është argument se zemrat që janë në dorën e Allahut subhanahu, Allahu i sjell si do ato. Me një hadith tha pejgamberi sallallahu tha kur Allahu subhanahu e do një rob, e thërret Xhibrilin dhe i thot: "O Xhibril, tha Allahu e do këtë rob, duaje edhe ti." Atëherë Xhibrili e do këtë rob, edhe pastaj Xhibrili thërret në mesin e banorëve të qiejve dhe i thot atyre që këtë rob Allahu e do, duani edhe ju, edhe banorët e qiejve e duan këtë rob, edhe pastaj zbret pranimi i tij në mesin e banorëve të tokës dhe banorët e tokës e duan, e respektojnë edhe nderojnë atë njeri. E lutem Allahun që na bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Për shenjave tjera që tregojnë që Allahu subhanahu do një rob,
është zbritja e belave dhe sabri që Allah Zogjeli ja mundson që ta kenë në ato momente. Besimtarin Allah Zogjeli sprovon vazhdimsi, me qëllim që të pastrohet prej gjunaheve të tij derisa të afrohet Zotit të tij. Ndoshta Allah Zogjel për të e ka caktuar një vend xhenetin e Allahut të Zogjel që nuk ka mundësi robi ta përfitojë me veprat e tij. E Allah Zogjel e sprovon, dhe Allah Zogjel i çon sprovan vazhdimsi derisa robi të pastrohet prej gjunaheve dhe të arrijë gradë që Allah Zogjel ja ka caktuar atij që të jetë në xhenetin e tij. Kjo nuk kupton që besimtari do sprovohet, qoftë në rahati apo qoftë vështirësi. Në rahati sprovohet kur Allah Zogjel i hap atij dyert e dunjos, edhe josh me dunjon, dhe ja mundson që të ketë sabër që mos joshet nga dunjoja dhe mos bien të. Këtë rast robi e falëndron Allahun Zogjel për çdo mirësi, për çdo begati edhe duron karshi joshjes së dunjos që mos bien të. Në anën tjetër kur Allah Zogjel sprovon në vështirësi, besimtari ban sabër, edhe falëndron Zotin e tij për këtë mirësi dhe për këtë sprov, sepse e di se kjo sprov realisht për të është mirësi, pastrim prej gjunave dhe ngritje e gradave të tij të Allah Zogjel. Pejgamberi sa më kur Allah Zogjel e do një popull, Allah e sprovon, ai i cili ban durim, atij i takon durimi, dhe atij i takon shpërblimi i durimit, kurse ai i cili ankohet, atij i takon ankimi dhe padyshim që ai merr shpërblimin e ankesës edhe ankimit të tij. Po ashtu prej shenjave tjera është Allah Zogjel e ruan nga sprova, nga fitnja e dunjos. Kur Allah Zogjel e do një rob, e ruan edhe mbron që mos bie në fitnet e dunjos. E shef që është stabil në fenë e tij, e shef që nuk bie në fitnet që digjet e pastaj luhatet imani i tij. E shef që e mbron nga dunjoja dhe nga fitnja e saj, edhe e shef që ky person synimin e tij e ka veshkënaqësinë e Zotit të tij. Pejgamberi sa më tha, kur Allah Zogjel e do një rob, e ruan e mbron atë nga dunjoja, sikurse do njëri prej juve që qëndron pranë një të samuri që e ruan mos ta preke uji atë person. I samuri ka prej tyre të cilët zakonisht kur kanë sëmundje, disa prej atyre sëmundjeve është problem që të përdore ujë ose të lahet trupi i tij me ujë, veçanti me ujë të ftoftë. E pacienti kërkon ujë, ka nevojë për të, megjithatë ai i cili e mbikëqyr i ndalon për shkak të mirës së tij. Kjo tregon që robi nganjëherë do diçka prej dunjos, po Allah Zogjel nuk ja jep, edhe pse ai e don, edhe pse ai e kërkon, megjithatë Allah Zogjel nuk ja jep, sepse e di Allahu se për robin e tij kjo është më e mira. E robi nuk e di ardhmërinë e tij, nuk e di gajbin. Allah Zogjel e di se për robin kjo është më e mira, prandaj nuk ja jep, e mbron për shkak dashurisë që e ka për këtë rob. Andaj nuk duhet që njeriu të mashtrohet kur i shef disa që kanë pasuri, dhe mendojnë që Allahu po e doj ka personin që pas ka pasuri dhe pas ka mall dhe pas ka fëmijë, sepse ky perceptim normal që është i gabueshëm. Allah Zogjel ja jep pasurinë atij që e do dhe atij që nuk e do. Ka mundësi me pa lloj-lloj njeri, ka mundësi me pa mëkatar, i cili mëkatet e tij i kanë vazhdimsi, ka mundësi me pa një person i cili është i devotshëm mirë, po është i varfër. Allah Zogjel nuk i jep pasuri, sepse Allah e di shumë mirë për robin e tij se cila është më e mira. Andaj atë që është më e mira, atë ja jep. Dhe robi është i kënaqur me saktimin e Zotit të tij. Edhe kjo e tregon atë ubudien e tij, e tregon atë kuptimin, perceptimin e rrezikut dhe perceptimin e dunjos ku jeton ai. Prandaj nuk duhet asnjëherë që dikush të mashtrohet dhe të mendojë që kush pas ka pasuri, edhe pse është për shkak asaj që bën gjuna, se Allah po e do kat, për shkak se nganjëherë Allah Zogjel i jep pasurinë vazhdimsi dhe e le që të bëjë gjuna derisa në fund ta marrë ta shkatërrojë në tërësi edhe mbos mbetet asnjë gjurmë prej tij në këtë dunjë se ka ekzistuar ndonjëherë. Po ashtu prej shenjave tjera, dhe kjo është e fundit, është që Allah Zogjel i jep mbarësi atij që të ketë moral të mirë dhe po ashtu përfundim të mirë dhe po ashtu të veprojë vepra të mira në fund të jetës së tij. Besimtari e synon përfundimin e mirë. Dhe kjo është synimi i tij. Pejgamberi sa më tha kur Allah e do një rob, e ëmbëlson, i thonë ja Rasulullah, si e ëmbëlson Allah një robin e tij? Tha pejgamberi sa më tha, atëherë i jep mbarësi që të punojë vepra të mira para se ti vije e xheli, derisa do qenë të kënaqur me të komshit e tij. Apo tha ata që janë përreth tij, njerëzit janë të kënaqur me të. E shef deri që ka qenë problem, mirë po dikur përmirësohet, ndryshon, fëmijët e tij e duan. Edhe ata njerëzit që janë përreth tij e duan sepse është ndryshuar dhe ka filluar që të punojë vepra të mira, dhe Allah Zogjel ja merr shpirtin ashtu në gjendje. Ky person është ai që Allah Zogjel ja ka dashur mirën dhe ja ka mësuar që të ketë përfundim të mirë. E normalisht që për një besimtar i cili i di gjitha këto, e synon kënaqësinë e Zotit të tij. Ky është synimi më i lartë, synimi më i madh,
Çdo ambicie tjetër është vetëm se thjesht një mjet që çon deri te kjo ambicie më lart, kënaqësia e Allahut azza wa xal. E kush e synon kët, padyshim që Allah azza wa xal nuk ka humb robit të tij këtë mund. Walladhina jahidu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që janë mundu, janë përpjek në rrugën tonë, padyshim që ne do t'ju udhëzojmë në rrugën e drejtë. E prej luçeve që i bante pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte një luçe që e thoshte pejgamberi Allahu subhanahu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i al-barid. Thoshte o Zot, unë e kërkoj dashurinë tënde dhe dashurinë e secelit të atij që do ty dhe e dua atë punë që më afron deri te ti o Zot. O Zot, kërkoj prej teje që dashuria ndaj te që të më e madhe se dashuria ndaj vetes, ndaj familjes dhe po ashtu ndaj ujit të ftoftë që normalisht çdo njeri e do në veçantë kur është nxehtë dhe kur është vap. Me këtë pejgamberi sem qartë në bëri me dije se besimtari preferohet që ta lutë Allahun azza që t'ia shtojë dashurinë dhe se Allahu azza ta doje atë. Ne shpeshherë lutemi për gjëra dunjos që ndoshta janë pa vlera. Ndoshta harrojmë shpeshherë që ta lutim Allahun azza që Allahu të na shtojë dashurinë për të dhe Allahu të na doje, sepse kur Allahu azza e do në robin e tij, atëherë Allahu i hap çdo derë të mirësisë edhe çdo derë të rrezikut që për robin është e mirë edhe është kënaqësi e tij. E lut Allahun azza që Allahu na bën prej tyre dhe lut Allahun që na mundson që Allahu azza të na doje edhe ta duam Allahun azza wa jall. E lut Allahun që të i forcoj kombëtet tona në Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.